Pra këtu kemi dy gjëra interesante. Të fillojmë me fillimin edhe herë. Babu gjawazil hijamati lil muhrim. Lejohet me bo hijame kupat e njoma ose kupat me qak për atë që është në ihram. Pra lejohet bëj kupat, nuk prishet ihram. Sepse ne dimë që ihrami ka të gjëra që janë të ndaluara. Siç është veshja e rrobave, siç është qethja, siç është parfumosja, siç është gjuetia, siç është po hijameja, lind pyetja. Atëherë autori ka bërë kapitullin që thotë lejohet hijameja ose kupat për atë që është në ihram, pra nuk prishet. Ibn Buhajna radhiyallahu anhu tregon, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka bërë hijame duke qenë në ihram. Në Lahjel Gjemal. Lahjel Gjemal është lagje ose vend, emër vendi mes Mekës dhe Medinës, po më shumë është afër Medinës se sa Mekës. Pra afër gjysmës mes rrugës Mekë-Medinë, por është më afër Medinës. Fi wasati ra'sihi, në mes të kokës. Ku i bjerë mes kokës? Po ka gjak aty? Aty ka më shumë të gjak. Kam provu vetë. Më menë atëherë, 9 kupa gjak. Edhe po të kishim vazhdu, do të vazhdojte. A e bën mirë se më ledhë gjithë kokën. Gjithë kokën. Nëse e rëndësishme që është bërja i xhamës për sunetit, për mjekësisë profetike, për asaj që thotë pejgamberi sallallahu sa herë që takoja me lajke natën e Isra dhe Mirajit, më thoshin: O Muhammed, këshilloje ose porosite ummetin tënd që bëjnë hijame. Vetë pejgamberi sallallahu gjatë gjithë jetës kanë bërë hijame, sallallahu alaihi wasallam. E rëndësishme, pra këtu është hijame duke qenë në ihram, pra me rroba e ihrami mund bëhet hijame. Njësoj si agjëruesit. Edhe agjëruesi mund të bëjë hijame në mendimin më të saktë dhe nuk i prishet atij agjërimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.